ti je musliman. Ti s'ke vak me hub ko me njerëzit që kanë thonë njeriu është prej majmunit, jo për me vërtetu se është prej majmunit, por për me shregullu besimin e vërtet. Ki ishte qëllimi, edhe sot është ato që ka mësojnë ata, prej matë mëllajve të majmungjive një e taku me një tribun, edhe ra fjala kështu. Prej dheut, prej majmunit, prej dheut, prej majmunit, prej dheut, prej majmunit, ra di fjallu njënën për se, ke njënja ishte shumë e shkurt, majmuni prej kuj, ajo ishte e shkurt shumë. I nderuar, thashun babën e kam njeri, edhe aje ka pas babën njeri, edhe baba i gjyshi jeme ka pas babën njeri, ti e ke pas babën njeri, a këthejmë të mas pra. Unë ka baba jem ka baba i vete të mas të rinë fund. Këthejmë, unë shka dal më në fund a gje, dal edem, e ti shka del më në fund me në këti të mas, shka ki me thonë? Ska mundësi, dush me thonë majmun, pra, a ke dëshirë me të ndodhë kjo? Jo, pse po i mëson qertë atë e që s'ke dëshirë me qenë? Që njeri prej majmunit. Po t'ja asën gjete një ma të bukura, po ka pas ma të bukur, asën gjete, po për i njanë. Po i njanë ka qafa, po i njanë ka ftira, po i njanë ka komët, po i njanë ka veprimi, po i njanë ka inteligenca. Po unë di gjarëpën ma inteligencë se majmuni shkenca ka vërtetu. Ka gjarëpën ma inteligencë se majmuni shumë. Po unazat e qafës, gjirafën e di njerëzit, s'ka njeri shka se di gjirafën, e qka ka qafën 8 metre. Unazat e qafës i ka për ka numri, par me i riqin. Unazat e qafës i riqin, janë me numër të barabarta me unazat e qafës gjirafës. Pra po thujmë, i riqi e ka prej ardhën prej gjirafës. Ose, gjirafa e ka prej ardhën prej i riqin.